madhuruar. Po krijuesi i dukshëm ose sababu i dukshëm që na ka sjell në dunja janë prindërt tonë. Edhe Allahu xhallahu shanu çfarë thot? Luqman alayhi salatu wassalam është duke e këshilluar djalin e tij. Edhe atje në këshilla Luqmani alayhi salatu wassalam është një këshilla: wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Këshillon Allahu xhallahu shanu. Në Kur'an tregon: wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Ka vendosur, ka e gjykuar Allahu xhallahu shanu, Zoti jot, që nuk do adhurosh askush përveç Allahu xhallahu shanu. Wa bil walidaini ihsana. Edhe pastaj direkt pas drejtave të Allahu xhallahu shanu përmend drejtat prindër, që bëni mirësi me prindërt e tuaj. Edhe në këshilla Luqman alayhis salam thot, edhe pse janë mushrik, edhe mushriku është më urejtur tek Allahu madhuruar, prap Allahu thot ti do jetosh me atë me mirësi. Edhe shifni sjellja e Ibrahim alayhis salam. Babi Ibrahim alayhis salam nuk ishte vetëm mushrik, po ishte bente idhujt, prodhonte idhujt, edhe shërbente njerëzve. Lezar, dërgo Allahu xhallahu shanu na ka thënë që kur bëhet një vrasja në dunja, gjunahu e pari merr biri Adam, që ka hapur këtë gjunahan, që ka treguar njerëzve këtë veprim i keq, që edhe ashtu bëhet krim në dunja. Pastaj edhe ky personi merr që ka bërë këtë veprim. Ashtu vëllezër, babi Ibrahim alayhis salam nuk bënte vetëm shirku vet, po edhe tregonte njerëzve që bëni shirk me të, pse jepte shërbimi, shitja idhujt. Edhe përëndaj, tek Allahu madhruar, një robi që bën gjuna në vetëm, edhe kërkon pendimi, ose mas kërkon, ai është më e miri nga një personi tjetër që bën haptazi gjuna. Atëherë, vëllezër, dashuria Allahu madhruar është një veprim shumë i lartë tek Allahu xhallahu shanu, dhe thot hadithi Profet sallallahu alaihi wasallam dërguar Allahu xhallahu shanu tregon: la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kur robi krijon detyrat Allahu xhallahu shanu, pastaj për të afruar më tepër bën vepra të nafila, sadaka, falja namazet të nafila, edhe adhurime të ndryshme. Atëherë robi im afrohet tek mua, edhe aq shumë afrohet derisa dua unë te robin tim. Edhe kur dua unë bëhem ka herë shikimi i tij me atë ai shikon. Unë bëhem veshët ti me atë ai dëgjon. Unë bëhem dora ti me atë ai prek. Unë bëhem këmbë ti me atë ai es. Është duke treguar, edhe kur kërkon diçka nga mua, unë plotësoj kërkesat e tij, pranoj duat e tij. Edhe kur ai diçka që thot ja Allah, mos do ashtu, unë pranoj duat e tij.